Edhe kry me veti. Pasën, sa klasë shkollë ki bo? Kam bo 9 plus 4 plus 4 plus 2. Ka bërë dhe gjimnazet tërë, universitet. Po, kam bo 9, ne e qyrim shkollë fillore, kam bo 4 vite gjimnaz, kam bo 4 vite akademi ushtarake edhe 2 master. Ku i ki bo këto? Krejtë në ishë Jugoslavi. Shkolluar. Ka të bojë shkolla shumë. Sa vite ka shkollë, se më ke moshën ti, 300 stamër të rëshik. Edhe uda. Ky 60 veçari. 36 në vite, 6 bukë ma shumë janë gëgjatë. Ja, je 7. Ka të bëj shkolla shumë. 29. Shkolla, po që thua shkolla, zbërë faqet. Me uri shumë. Po vla, ne s'dim për i libër, unë s'kam hap në libër në jetën. Ne shkojshim, fillojshim klasën e parë, fillojshim 6 vjeçar në atë kohë. Unë kam fillu 5 vjetë të gjysë. Se ashtu i bike. Si kam pas mbushën të 6 vjetë. Po. Se unë jam i lindur në shtator. Shifve shkollimi dhe gjuhët janë qetësat kryesor që ti të arrish diçka njetë, ti arrish ato objektivat e tu, ke parasysh. Po shkolla është Sidomos gjuha. Sidomos gjuha, valla. Po se dite një gjuhë dytë apo tretë, u së merë me biznis hiq. Zero. Po këmur është më marë, sepse shife problemi është të biznisi, problemi është një gja shumë interesante. Ai që ha biznis, duhet me kenë teknikisht i përgatitur ma shumë se gjithë ata që punojnë për te. Për ndryshe, po ti si i përgatitur, ti smunesh me sukses ta kontrollosh biznisin që ke. Ke parasysh? Për shembull, teknologjia hecë më shpejt se sa ne. Çdo ditë. Çdo ditë ka ndryshime. I shka të më thonë për ty kjo. Çdo ditë ti duhesh mi kap në dorë ato broshurat, ato gjanat tekniki që janë produkteve ndryshme dhe ti studiosh edhe shkon poshtë dhe i thu punëtorëve. Ka ardhur një produkt i ri, ky produkt i ri montohet në këtë formë. Nuk montohet mos i kemi montuar me qelsa me kashavita, po ky vish montohet tap rap. E shtin aty në vend dhe kry muhabeti. Por ke kujdes se nëse shtin gabim se nxerr më mrapa, edhe hudh për tokë. Kanë fillu këtë më bo gjanat në formën plug-in. S'ka ma me kashavit 3 orë, aty të e silë vitëra, u këta. Ta shta bon plug-in, la tap rap, po kry më veti. E ai person që ha biznis, duhet çdo herë me kon i agjornum. Ose për ndryshe, jetë me atë teknologjinë e vjetër, që mund të shitet të endë ose të instalohet në shtetet e pa avancuara, për shembull në Afrikë këto gjana këtu që ka përdjone ku hala e këshyrin ato televizionit i kanë me ato poqat, a kupton? Po nuk është atër ajo biznis, sepse edhe me përvetësu teknologjinë që ti e përdor. Sepse sot për sot teknologjia ta jap mundësinë
ta jep mundësinë e reduktimit kostove, kurse rezultati është i njëjtë. Për shembull, del një firmë edhe shkon te përqindzi dhe përqindzi dëgjoj zotni. Për këtë projekt që ti e ke, unë ta dha mundësinë me t'i pru këto pajisje, për përdorimin e këtyre pajisjeve, do të kesh nevojë të kesh 15 punëtorë. Edhe t'jene aty të pusi, ka nxerr ti naften, 3 ndill, 15 punëtorë prej visit e rindarkë. Kurse kanë të tjerë, për shembull, unë si firmë, e i kam softverat e mi për sot përgatitur, domethënë, që një firmë në Japoni mi bën, unë i shkruaj atij e them dëgjoj. Okej. Ti mund ta marrësh nga mafia këtë produkt. Ta kesh parasysh një gjë, që ti ke 15 punëtorë që trin të pusi aty, të isa punojnë ato pajisjet e tina që bojnë pompimin e naftës, ki këtë kosto. Kurse nëse të instalojnë në pajisjet e mia, ti e ke vetëm një operator që me touch screen rrin në objekt në zyre, nuk del fare të dilli, dhe i komandon pompat e filtrat në touch screen. Do më thonë 14 punëtor i ki, dakor që produkti im të kushton 100 euro ma shumë. Por është apet kosto më e vogël se sa kosto e 14 punëtorëve që i ketë të sjellë. Formë manuale. Unë ta bëj nga remot. Në qytet e kitut najt, kur ju instalu pajisjet, qitet rrethoja e pajisjeve aty, edhe te se nuk kryet ai pus, që s'ka më naftë për aty, ti s'ki nevojë biçu punëtorë të tjerë. Hiqet pagesa 14 punëtorëve, edhe kjo pajisje që bën ti e bën një herë për gjithmonë. Do më thonë, nuk është që dikush thot unë po bëj biznes, po unë ja fus gjumit kur du vet, bëj çka du vet, jo vëlla. Ja, nuk është ashtu. Për me bo biznes suksesshëm, ti duhesh me kon tane herë t'i agjërnuar dhe i përgatitur. Sepse kur del punëtori yt, për të shit men e ty, e din më shumë se ti, atër ti ndro biznesin vëlla. Shko po një biznes tjetër. Ke marrë fund atëherë. Ja, që është biznes për ty. Shumë më të edhe. Ka njerëz që kanë lokale të hapne, mu bo mendo që kamarjeri o smu edhe i bjen pronarit me ndru kamarjerin edhe vjen tipi edhe thët ndishësët një thët. Unë kam dëshirë të pi një koktel me emrin. Ja, për emrin që kanë dëgju tipi që ekziston kokteli me emrin. Por, thët nuk më kujtohet se për çka përbët kjo kokteli, çka ka, çfar lanë që ka, çfar alkoholi ka në këtej, edhe pronari i thët ati zotnis se përbesa shumë se di. Po atëre që kam hap ti lokal që ke, është ti lokali shet vish birë, ose shet vetëm alkoholore. Dhe kafe. Ta bëri një eżempju në peshin. Këtë formë, ta bona një shemë, do ti shka po është, me koni menqur, i thu, më falë vetëm pak, se po më bon këtu bzit janë të më thirë mrapa, këthejnë edhe të adho përgjigjen, se pas ka urgjencë kuzhina apo bankë, edhe shkon atje, e merë listën, se në listë janë shkrume, e lexon, edhe deli e thu, i këthejsh të thu, më falë se kisha një problem, po të përgjitna. Kokteli me këtë emër, mafia, ka orange, ka Crodino, ka pak vodka, edhe ka tequila. Edhe një 2 dredha siper, edhe i gjys lemoni. Edhe ai thot faleminderit zotni, i kënaqur, po ma bje këtë. Por të lutem, lemonin heke se s'm pëlqen. Po kuj ma beti, ja kupton. Por jo me dal rrot kare aty me thonë, vetë të një, vëlla. Të drejt ka peshin. Një gjë që se di vetë mos e bëj. Pa, mos e bëj. Përmes ka njerëz që kanë lokale,
Ka lokale që i mbajnë edhe për muzikë edhe për pije kështu ne. Mu bo me pyet çka e topi, nuk e din vetë çka topi. Gjallë botë, se sa duash edhe në Shqipëri. Shqipëri, shumica janë i ke dhënë mendim ti kam bërë. Vetëm në përgjigje që mundet m'ia dhon, mundet m'ia bëni kontravideo, po pse po më pyet çka e topi? O vëlla, po kam dëshirë me di se ndoshta po marrë dhun, po më pëlqen kështu. Si formë, si dizajn që të ka ngjyra të ndryshme ai kokteli, a kupton? Pas ka menta, pas ka kështu. Shka dio në vëlla, ma kanë bruq ty, ku më thonë bima e koktelo, kuj ma beti, ma punën që të qunat, si e më lodhë të punu. Në Shqipëri shumica e bizneseve janë hap nga shtyrja shokut, nga shtyrja e një miku, hap kështu se ka hap filani, kupton? Kështu është në Shqipëri. Hap edhe ti si e ka hap ai ngjet. Kupton? Ose në Shqipëri janë kështu ngjet ai lloj. Kem të folë edhe për biznes worldwide, dhe me thonë, çdo punë që kanë hapë, se shqiptar ki gjithka, kanë hapë biznese gjithka. Para 3 neti isha të folë me i shok timin në telefon, që kanë një biznes të lëndër, të lokaleve kështu, edhe thjesht isha të asi, kishë bëtë disa ndryshime dhe më tregojke. Po shkrasi o vlla, me folë me një njeri për biznesin e tina, që është i stër përgatitur, a kupton? Edhe kur ta thet arsyetimi pse i ka bërë të ndryshime, ka logjik me ndëgju valla. Ka logjik me ndëgju, sepse më thotë ai mu thotë klientela e shifsha që ato lyp një ndryshim sa të vogël, por ta ketë mos tjetë monotone ardha tyne, a kupton? Sepse diku njeri edhe mërzitë, unë e shoh Albanin kur shkon aty në Tiranë një lokal, tan në herët ulet te i njëjti verë valla. Edhe për pes beton, mu bomës me përkana i lirë, pret 1 orë para lokalit, deri sa të lirohet edhe shkon ulet aty. Sem, këta në Shqipëri e kanë kështu për shembull si bazë, nuk e ndryshojnë lokalin për shembull me ikte një tjetër, a kupton? Se ti në Itali për shembull e pi kafen te autogrille parë ose ku do të kesh më përmbar. Kurse këta kanë të njëjtin bazë, po me vite aty rin. Për shembull edhe të njëjtin tavolinë, edhe të njëjtin tavolinë. Po, të njëjtin tavolinë. Kështu funksionon. Kurse unë për shembull tjetri ndalon në një bar e pi kafe nikën 5 minuta ekstra. Kështu funksionon këtu. Po. Nuk i vërre barit, unë duhet ta pi me se s'bënte filan bar për shembull. Po për shembull ja këto gjëra ne që i kemi gabim në shqiptarët, kupton? Dhe pra për ne kena nel pak mrapa, kupton? Brava. Jena i qik mrapa. Jo po se bën kafe të mira ai, ai tjetri. Kemi ngel për ca gjëra. Njeriu sa më shumë të shikoj, sa më shumë dali, aq më shumë i hapet horizonti. Qëm pak. Truari, pa çfarë. Shiko çiki se dallon. Sami ka shumë njohuri o vlla, po Sami e ka njohurin për mendimin tim se ka breth edhe botën, ka njoftur kultura të ndryshme. Fjalë, po vlla, disa thuhet me ndjek me pa gjithë botën më. E disa të jep të hapet horizonti o vlla komplet. Po bravo. Po s'bëhet fjalë po. Se për shembull Sami ka vajtur në Dubai, ka mësuar dhe kulturën e atyre, kupton? Në Zvicër kulturën e atyre dhe hapet shumë njohuri o vlla. Beso. Mafja është shumë e rëndësi, çdo shtet që të shkosh, që nis biznesin që e kalon një pjesë të kohës banon, domethënë atë shtet, qenë si kryesor për hapjen e rrugëve që ti bëjsh biznes ose të qëndrosh aty pas një problem, është integrimi në mentalitetin e tyre. Nuk muj unë me leju me marrë një italian, një zhabar, midis Tirane, e me ba sjelljet e italianëve midis Tirane. E fus në makina, vlla, i thonë policëve gabimisht nuk e pash. E njëjta gjë vlen edhe për ne. Për çdo njeri, çdo botë, kraj anës botës ku shkon dikun, a ke vendos me bu biznes aty? A ke vendos me jetu 4-5 muaj në vit? I përshtatesh vendit ti. Përshtatjo mentaliteti tyne. Unë kam jetu në Zvicër ma shumë se 20 vite. Kur se ka kuptu një Zvicran
që unë jam shqiptar. Shumë gjë mirë është kjo sa. Dhe mas 5 viteve, jo me prejarën nga Kosovë e është shqiptar, kanë thonë, që është të mundshme. Por, kur kam marrë Zvicër herën e parë, kam qenë dalë në qytet, s'disha as me fol mirë, edhe u afrova në qendër, ishin të lujtë do njës shah, midis rrugë, do me thënë njën ato shahu është i dizajnu me plaka, edhe ishte qenë i plak i ullur në ato pankine, dhe të edhe ullë afërtina, edhe më pytaj mu, ka je, unë izishe me ju përgjish, edhe vazhdejqa me shku në qendër kur kisha kohë të qaj shahu. Edhe më kujtohet, shumë mirë më pa thonë dëgjo. Nëse ke dëshirë të vendosësh shtresë këtu, amon po ta la një porosi. Për shtatju njerëzve lokal. Ishte ai fare i Zvicrës, ishte prej një pjesë të Francës kufime Zvicrën, po ishte prej një pjesë të Francës. Prej Kolmarit, nëse dini ku është. Kam qërë. Edhe më tha për shtatju adeteve edhe mentaliteteve zvicrane kur s'ke me pas problem. Edhe njëjtë e gjashtë. Nuk mund është ti me shku në Arabi Saudite ose në Dubai edhe me bo budallaqe gjana që bon këtu, kupton? Atje nëse do me pi koktel ose i gotë alkohol, do të shkosh pa tjetër në lokalet e autorizuara. Nuk gozon të me të adhon jetën me marri shishe bjendore me dalë jashtë lokalit. Ska shansa. Direkt 5 vjetë shkon në aerosje me kështu me kondicioner, ke parasysh. A ti si intereson, a ki gabu o s'ki gabu? Nuk ka falja. S'ka falja, vla. Po ka liq, pra, vla. Shqipëri, ja po jam djalli filonit, ja po kam gjaj këte. Kupton ti? Kështu habuk në Shqipëri, ja po takaj që këtë tjetërin. Unë jetoj në Dubai që 20 vite, unë përveç intervenive të Interpolit që ka ndodhë në Dubai në Abu Dhabi me urdhër, do me thonë nga Interpoli Internacional, unë kur s'kom pa policë të armatosur në asë qytet, asë në aeroport, asë kurku. Po, ishin me veshje kështu, vla. Do me thonë, I vilat. më parasysh që jo, kanë edhe me uniforma. Nëse i keni pa kush ka qenë me uniforma jeshile, me uniforma të kaltërta, këtë ata policion. Po ata vlla s'kan armatim me veti, se aty në armatimi nuk ju duhet. Ata bomba atomike e kanë ligjin për ata që hinë e dalin prej Dubait. A i thëtë zotni, apo do me më shqit malniti mu, a do në mirati mafjes shuplak mitis rrugë, 5 vjetë shko pusho. Hajde ti tjetri, 5 vjetë do ti shko pusho. Në përqendra tregtare, mi thoshte Klevjo, kjo është civil, kjo kështu, kjo është ashtu. E njëtë të mëse kisha berin fare. Të na vllai ke dhe me kallash mitis aeroport. Jetojmë me ligjin e atij veni, ti ke parasysh. Po nuk ka fajsh policie, po nuk ka fajsh ai, ato që japin urdhra. Ai për 6.000 lekë punon aty shkreti. Çaj thonë bon. Mos fal thotë se to janë nga punë. Ai shkreti rrën punën ma familje. Aman Dubai Po nuk është, o peqinës, nuk është që s'kemi armatim në atje. Kemi armatim pa fund, o. Kemi armatim. Për shembull njerëz që e kanë vendbanimin e përhershëm, me ligj ju takon armja me mot. Jo si ai që i qet ato plastikës atje në Amerikë që del bën gallata me gjana koti, ti e ki me ligj. Karrocën e këtyne që s'mujnë me ecë, edhe armen e kipa i shtetit që e man në dallap mshelën me qelësë. Dhe. Po. Kush ka qëndrim për hershëm, i ki aty vlla. Po ty me ta thonë dy njerën, as me marrë me pastru, me thonë ma kapi pluni se merë ndorë.
Pa edhe këto, ty të lejohet që dush të. Ku? Ty. është biznesmen. Çdo gjë. Plus Sami nuk ka precedent penal, besoj. Asgjë. Ku është mirë? Ty të lejohet ose. Po nuk është që më lejohet, unë për shembull në Itali kam me leje, në Zvicër kam me leje. Sepse i kum kërku lejet, i kum kalu gjitha ato gjanat, edhe ky muhabeti. Po. Dubaja kam me ligj, Ty të lejohet me armën tate të gjush vetëm poligon. ku? Këtu. Jo, Ke dëshirë ti me gjujt, me armën tate shkon në poligon të gjuhën. Në Itali, me armën tate, varet çfarë leje ke, me armën tate, me ligj e përdor për vetë mbrojtje. Pse edhe lejohet Pastaj. këtu? Po fiks, po pse ta dhajnë? Pastaj, nëse ti i përmbash rregullores, edhe në momentin e vetë mbrojtjes, nëse ti i mbash rregullores që thot, para që ti ja drejtosh mafjes pistoleten, minimum 2 cop i shkrep najr. Që e jep mundësin që ai le të rriqet për asajna. Po. Voje 2 hapë mbrapa. Po, të trishat. Momentin që ti i plas 2 najrë dhe ai reziston, do të fillosh nga kant. Jo direkt nga pjesa lartë. Për ndryshe, ti shkon në biroc edhe u kry puna jote. Direkt në bukë, po. A di sa italian për kësi budalla që për kësi gabimi janë për burqe. E vërtet, ai ka bërë dhe shqiptar shumë se. Kam pas në unë Hamburg për kështu gjonash. Kishe vra shqiptar në shtëpi, duke e vjesë. Se ti ke bërë burg veçin, se? Kështu. Në Holland, në Itali, Francë. S'kam pas kur probleme. Të them, unë s'jam përzirë njërë peshin, s'unë kam 13 vjetë në Itali, nuk kam bërë kur shërë në jetën time, nuk kam... S'jam marrë, dhe kam pash allin time, pa këllafe. Shere kam po, për jashtë shumë ekstreme, kupton? Nuk kam bërë, edhe kur dalë, për shumë, dalë një të shtunë, po shof allin tim. Nuk përzirë me njëri. Tari i fundit që është vra në Itali, në 10.000 lire, e ka kap lumin kushin dhe ka vdek në barë kur ka dalë. Po, që e vraua italiani, plakum të. Po, edhe i zotnia është në burg. Po, është në burg, a i Po, burg. në burg. E dilte Lajme familja. të kam pa këtë. Që thoshte do marrë akt, thoshte familja. Bravo. Doli të lejenë. Që kishe qenë polic në duket e tipi. Ish polic. E tjetër po të vjahë dhe mërë hak. Veshti mu me vjahë, po të të fusë në pluma në bombë. Ka shumë njerëz, për shembull, që keq interpretojnë dhënien e armës me leja, kupton. Edhe gabimin që e bajnë që nuk i përfillen rregullave që janë të domethënë të përcaktuara nga shteti. I mjafton gjyqtarit që njërën prej tyre nuk i ke përfill se ke respektu, ai put në qus ty edhe të akuzon që ti e ke vra ata. Qak mu po me pas edhe 2 pluma në kam ti, ti zgudzon mja kthy ati armën drejt. Janë ca e kanë, po s'din të përdojë, nuk din ligjë. Ka qenë një rast që ka shku në kasacione, të më thoni kanë kryjt gjitha livelet e gjyqeve dhe ka ardhur deri në kasacione që është gjyqi i fundit që bëhet, edhe e kanë qitë fajshem personin që e ka vra Hajdutin, sepse i ka thonë gjyqtari, i ka thonë, ai ty të ka gjujt në kam prej frige. Nuk të ka gjujt ty për me të vra. Ka gjujt në kam prej frige. Që përësis? Po. Ama me qa pash se në Dubai,
Nuk ishte as të fort, as bëni si hora. Shumë i shetë si vend. Edhe njerëz shumë të mirë. Shumë të mirë. Edhe unë, që kur vajta 3 ditë e para direkt u ambientova, kupton, duke si ku kisha vite që jetoj atje. 3 ditë e para. U ambientova, qetësi, nuk do të t'ja dinte njeri për ty. A kupton? Çdo njeri shikon të punën e ti, s'binte më qaf njeri. O mafja, ne si mentalitet edhe në për shtetet evropiane, jemi ullën tavolinën e 10, syt edhe ftyrën këthy me kati të fol njëri me tjetrin, vesh në dëgjojnë qka flitet në tavolinën e 10. Ashtu jemi. Fix. Aty, unë për shembull shkoj në për disa lokale, njoft ca quna, a fole une me mafjën për disa gjana që s'bon mu folë në publik, a folen ata, gjuhën shqipe, gjuhën angleze, gjuhën franceze, kujna sanin qka ato folë mafja, qka ato folë sami. Fix. Për bezdoti, une aty të shtëpia ku jetoj une, kam një terasë të ku dalë me hangër mjesë shumë herë, ka ato shqiptarë, edhe nga Maqedonia, edhe nga Shqipëria, edhe nga Përsheva, dali dha ullin grupe shok bez veti, ai thet kaq, ky thet kaq, unë thëm kaq, telefoni bon, edhe me viva voice dha, dhe ndëgjojnë edhe tjertë. Qka ka bëhet, por rahat, se si intereson kuj muhabeti mafjes aty. Ai të arë për muhabetin e vetë, për biznisin e vetë. Edhe këtë, shteti ty të lejon, edhe të thënë ndëgjojnë. Ti nëse i aftë, mi bo këto gjana, boni o vlla, por ta kesh parasysh që në momentin që unë trokas të dera të fut në mrena, ti marove. Marove, vlla. Se edhe një për do të bëja, se është e vështirë t'i bësh dokumentat atje? Ta fort ka nejt me kozakën kjo la, qore, e kam su kozakë të më bo pytje. Jo, për zotin, jo. Se do të shpegoj një gjithë që vajta një agjensi shqiptare. Shumë e thjeshtë më vë pytje. Vajta një agjensi shqiptare, nuk do t'a përmëndemi këtu live, shisnin shtëpia ata. Edhe kur ma bërë një preventivo, $15,000 më kërkuan për person, për mua dhe vllajin. Për shtëpi, Jo, të më bërin dokumentat. Unë e di me 5.000. Ti për mi bo dokumentat, unë e kom bo dokumenta shumë njerëzve, edhe ju kom bo gold visa dhe djeqare. Je për 2 vjetë më thanë ata? Po për 2 vjetë është ajo dokument puna, o këtan. Pa. A disa kushtën dokumenti punës? Edhe unë i thash jo, nuk i bësëm dukun, ishin shumë lek edhe. Jo, i thash. Ja. Dokumenti punës kushton dikun 360 euro, që i bën shteti. Qa? 360 euro. Edhe kur tu shajte, veti pesti, vetëm të registrojnë firmë, që je punëtori firmës, s'ke nevojë të fare të punosh në firmë, po që je punëtori firmës, 360 euro e paguj për çdo letë njoftim që të shohet, vend qëndrim 2 vjeçar. Ua. Ata ishin real estate, po i njefti dhe i njefi ke parë. S'ka nevojë me tonë. E di kush që? Në Business Bay aty bajta, kishin zyrën, më prezentuan, më quan atje, se unë si dia, më quan, më tha ik atje, edhe vajta, pastaj kur ma bëri preventivën mbas 2 ditëve u habita shumë lek. Ja, i thash. Edhe pastaj ika fare në Dubai, sepse e kisha në plan të rija aty, kupton, të jetoja, se më pëlqeu shumë si vend. Bëra vetëm biletën e vajtjes, se kisha në plan të kthesha, po pastaj kur tha për dokumentet ashtu, pastaj u ktheva prapë lash dhe shpinë. Unë mërzita atje mafja. Mund dësh ma shtym biletën e ika pataku asnjë o vlla, aq mërzita. Mafja, për çka e do që ti le të njoftimin? Po për të jetuar ose më aty. Po për të jetuar, mund është me jetu edhe pa le të njoftim.
E po nuk kam pasaport italiane sem. A ke pasaport shqiptare? Po, kam dhe dokument carta di soggiorno italiane. Dakor, po me pasaport shqiptare ti vjen para që më po 6 muj ik në Tiranë, tallësh pak me peçinsin aty thuhet marr Tiranë, mbas ti të kthesh hapet edhe 6 muj tjerë rrin. E po mund të rikë shumë me periuda. Ha? Me Valla periuda. 6 muaj thotë. Ma 12 muj një herë ik. Me pasaport. Po, kështu e dinon. S'prej kush ty aty. Ti mundesh me najtë edhe 10 vjetë vëlla. Po problemi është që mas 10 vjetë kur ti të kalojsh aty pa e qit pasaportin, veç me sy që të shohin të ecë në aeroport, kamera që të lexojnë. Po. Thoj ka dalë zotni se ti na ke met këtu që 10 vjetë ke pritu me dalë një ditë aty te në Katar, atëri në Bahrein, atë në Shqipëri, e mu këthuja petë si mas ligjita. Dhe të njëftimi i duhet atyre personave që nuk menojnë ose s'kan mundësi për shkak sigurie mu largu nga Dubaja, vëton. Shiko ato 2-3 ditë lëvizje. Edhe për atë arsye është një shpenzim 360-400 $. Jo për 2 vjetë, sa më? Që e merë për 2 vjetë, e merë për 2 vjetë. Por si janë ato gold visa që quhen, që janë 10 vjeqare, po aty duhesh me pas një pronësi minimum 2 milion dirhams. 2 milion, sejvi 500.000 euro. Po. I bje shumë leva. Kanë njerëz shqiptar që i kanë ato vizat me shtëpia 2 milion e gjys, që ja u kanë dhonë, si është i kanë besu, kanë dhonë digjo mafja. Mere familjen, hajde Allah, që ja për të dhonë një shtëpi 2 milion e gjys që të mbjemën tanë, edhe kry mua beti, mere ato gold viza rishtu për 10 vjetë, vi që amon mos më thirë me dalë me pia, me hongër për natë, se unë si jam i aty në punë edhe kry mua beti. Mos falë më, mos falë. Ti e ka marrë. Lere, mos falë më. Yes, a ikim pushim pak se u bëvonë. Ikim. Ka është të mërat? Vajti 6. Ta që e në gjumë marrin vesh nesër mjesë se e kena mbyllë.